Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lutim së bashku mbrëmsorën e parë të së dielës së tretë gjatë kohës së krejshmeve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë e fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. Dëgjo o krijues dashamirës, me lot po të lutemi. Ndër agjërime të shenjta ke themeluar krejshmët. Gjurmues hynori zemrave, që një dobësi të forcave, atyre që ka ti i kthen, jepu hirin e faljes. Vërtet kemi bërë shumë mëkate, të penduarve jepu mëshirimin, e me lavë të emrit tënd të dobëve jepu shërimin. Kështu trupin jashtë dërmoje, në nështroja agjërimeve, dhe mendja e përkor t'i shmangët njollës e fajeve. Ndihmo trini e lume, na lejo një nije vetme, për të tu të jenë të frytshme, këto dhunti frenimi. Amen. Antifona e parë. Kthehuni dhe besoni ungjillit, thot Zoti. Psalmi 113. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdërojeni shërbëtorët e Zotit, lavdërojeni emrin e Zotit. Qoftë bekuar emri i Zotit, qysh tash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia e tij i te kalon qiejt. Kush është si Zoti hyi ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart rojton qiellin e tokën? Nga plumri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të rri me princat e popullit e vet. A i bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Kthehuni dhe besoni ungjillit, thot Zoti. Antifona e dytë. Do të paraqes një fli lavdi, do të thëras emrin e Zotit. Psalmi 116. Falënderim në tempull. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hutimin tim kam thënë, renacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjithat e mirat që mi ka dhënë, do të ngrej gotën e shëlbimit, e me ndërim do të thërras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit në praninë e mbar popullit të tij. E çmueshme është para Zotit vdekja shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtorës sate. Ti i ke pute ekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në pranin e mbar popullit e tij, në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje, o Jeruzalem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë e fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Do të paraqes një fli lavdi, do të thëras emrin e Zotit. Antifona e tretë. Askush nuk mund ta marrë jetën, unë vetë dhuroj dhe e marr përsëri. Kënga marrë nga letra Filipianëve, kapitulli 2, rreshti 6 deri 11. Krishti shërbëtori hyjt. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hy. Barazinë e vet me të nuk e çmoj si një vesar që s'mundet pa të. Por ja mohoi vetvetes. E mori natyrën e shërbëtorit dhe e bën ngjashëm me njerëz. Dhe përkah pamja e jashtme. Duke i vetëm njeri. E përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hye larsoj tezve. Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë. I atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit hat.
Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Askush nuk mund ta marrë jetën, unë vetë e dhuroj dhe e marr përsëri. Leximi i shkurtër marrë nga letra e dytë e Korintasve, kapitulli 6, rreshti 1 deri në 4a. Vëllezër, ne ju qortojmë, mos e lini për fryt hirin që morët prej hyjit. A i thot, në kohë e volitshme të vështrova, në ditë të shpëtimit të ndihmova. Ja pra, tani koha e volitshme, ja pra, dita e shpëtimit. Nuk i japim askujt shkandull në mënyrë që të mos poshtrohet shërbesa jonë. Përkundrazi, në çdo gjë e deftojmë veten si mbashtrues të hyjit. Përgjigje e shkurtër. Tani është qasti i volitshëm, tani është dita e shpëtimit. Tani është qasti i volitshëm, tani është dita e shpëtimit. Mos të jetë kot për ju hiri i Zotit. Tani është dita e shpëtimit. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Tani është qasti i volitshëm, tani është dita e shpëtimit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Ne i këndojmë Krishtit të kryqëzuar, për hebrejnë shkandull e për pagan marrëzi. Kënga Virgjë Jerusalemë sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e arrej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim bishërptoren e vetë të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoj princat prej froneve të tyre. e i lartësoj të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ne i këndojmë Krishtit të kryqëzuar, për hebrejnë shkandull e për pagan marrëzi. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti është mësuesi ynë, ai është vëllai ynë. Atij t'i japim lavdinë e duhur dhe t'i lutemi për zemërsisht. O hyj, ringjallë popullin tënd. O Krisht, je bërë ngjashëm me ne në gjithçka përveç se në mëkat. Bëj që të gëzohemi me ata që gëzohen, e të qajmë me ata që qajnë, në mënyrë që dashuria jonë çdo ditë e më tepër të rritet e të forcohet. O hyj, ringjallë popullin tënd. Bëj që ty të uriturit të shërbejnë ndër vëllezër të uritur, dhe ty të etshmit të shërbejnë ndër vëllezër të etshëm. O hyj, ringjallë popullin tënd. Ti ringjallë Lazarin nga gjumi i vdekjes. Bëj që ata që kanë vdekur për shkak të mëkatit, me fe dhe me pendes të kthehen në jetë. O hyj, ringjallë popullin tënd. Bëj që sa më shumë njerëz të shkojnë pas teje me gatishmëri sipas shembullit të Virgjës Mari dhe shenjtërve. O hyj, ringjallë popullin tënd. Bëj që të vdekurit të ngjallen në lumturinë tënde dhe dashurinë tënde ta gëzojnë gjithmonë. O hyj, ringjallë popullin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt. Ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti që je autori i çdo mëshire dhe mirësie, ti që dëftove se shërimi i mëkateve qëndron në agjërim, në lutje dhe në lëmosh, shikoje me mëshirë dëshmin ton të përvujt,
Bëj që ne, të cilët me ndërgjegjen tonë tërhiqemi ka sendet e ulta, me mëshirën tënde të ngrihemi gjithmonë nga sendet e larta, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.